e datës 30, data 30 dhjetor të 2025. Duket se kemi ditën e fundit ose të parafundit, të fundit e them unë, se data 31 është festa para festë, do thoshe, sepse data 1 futet viti në orën 12:00 të darkës, por gjithsesi kemi një ndikim planetar se do të thotë Mërkuri nga Shqiptari që formon një katërkëndësh me Saturnin, duke krijuar një kornizë të rreptë për komunikimin dhe vështirësi në kontaktet tona në lidhje me disa vonesa të vogla, disa shtyrje, por nuk është problem kjo sepse ndikohen tek binjakët Virgjesha, shigjetari Peshqit të dhjetëdiqit në ato që kanë lindur në dhjetëdiqin e tretë të fundit, do të thënë, dhe ascendente në këto shenja, por gjithsesi është edhe një periudhë mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që mund të keni, por dhe kohën e duhur për stabilizime. Pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për marrjen e vendime të rëndësishme në kohën e duhur dhe momentin e duhur për zgjidhje të çështjeve problematike. Në çështje që lidhen me karrierën më tepër, por dhe takimet kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket arsyes dhe punës suaj, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi ndryshimet dhe marrje vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me anën e largësit janë shumë afër, për shembull një njohje që është në Shqipëri me jashtë është mjaft pozitive, sepse pikërisht kjo ditë, datës 30, na ndihmon jashtëmase për të zgjidhur çështje problematike që neve vështirë të zgjidhnim ose të kishim diçka në këtë aspekt, dhe pikërisht data 30 e ditës së martë, ku na ndihmon shumë dhe po të vini re, kemi mënyrë dhe mundësinë që gjërat të jenë sa më të qarta, sa më të pastra në atë çka neve duam të bëjmë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, dhe mundësitë janë të mëdha në lidhje me punën dhe karrierën që juve keni. Para se të fillojmë bashkërimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkërim të detajuar, atëherë duke klikuar në www